Policia e Kumanovës, në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore Publike në Kumanov, ka ngritur kallëzim penal kundër personit me iniciale NA 31 vjeçar nga fshati Slupçan. Komuna e Likovës për kryerjen e veprave penale, abuzim seksual, përdhunim dhe shantazh, si dhe kundër personit me iniciale QM 28 vjeçar nga fshati Slupçan për kryerjen e veprës penale, abuzim seksual dhe përdhunim. Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, NA kundër vullnetit të saj të shprehur qartë, ka kryer akte seksuale ndaj një vajze të mitur në rajonin e Likovës dhe e ka detyruar atë që të kryejë akte seksuale me QM. Më pas, NA e ka shantazhuar të miturën duke e kërcënuar se do t'i publikojë fotot e saj eksplicite, nëse ajo nuk i paguan 20.000 euro. Vajza u detyrua të merrte para nga shtëpia pa dieninë e prindërve të saj dhe të merrte hua nga persona të tjerë dhe në disa raste ajo ja ka dhënë parat personit me iniciale NA. Prokurori publik, duke konsideruar se janë përmbushur bazat ligjore, i ka paraqitur propozim gjyqtarit të procedurës paraprake të gjykatës themelore në Kumanov për caktimin e masës së paraburgimit për të dy të dyshuarit të cilët janë të privuar nga liria. Në interes të hetimit dhe nevojës për të mbrojtur viktimën e mitur, Prokuroria dhe Ministria e Punëve të Brendshme apelojnë për raportim të kujdesshëm dhe etik të ngjarjes, si dhe përdorim të burimeve zyrtare.